Çfarë mesazhi dhanë këto zgjedhje lokale në Kosovë? Për këtë do të bashkëbisedojmë me kënaqësi me profesor Muhamet Kelmendin, vetëm pas pak do na bashkohet gjithashtu edhe zoti Mentor Shala. Profesor Kelmendi, përshëndes, faleminderit. Përshëndetje edhe për ju në Tiranë atje. Kënaqësi. Çfarë treguan për ju këto zgjedhje, rezultati i tyre? Po, ajo që kam më kryesore që duhet të themi për këto zgjedhje është fakti se qytetarët ishin jashtëzakonisht shumë të disiplinuar, ishin të sjellshëm dhe u mbështetën në programet politike në ato që deputet ata asamblejistët apo kandidatët për kryetar të komunave i dhënë mesazhet e tyre se çka dëshirojnë që të realizojnë në zgjedhjet e ardhshme në ato zgjedhje të cilat do marrin ndje. Dhe në këtë drejtim qytetarët e dhanë vot, ku ne mund të themi lirisht se në mënyrë apo tjetër i dhanë apo më mirë të themi disiplinuar, ose po pjekën të disiplinojnë partitë kryesore parlamentare në rrjetin të cilat ishin në Parlamentin e Kosovës, si VVN, PDK, LDK dhe Aleanca Parlamentit e Kosovës, i dhanë një mesazh jashtëzakonisht shumë të ashpër nisë socialdemokrate, e cila përveç një komune nuk arriti të ketë në një dikim tjetër në nivelet tjera, në komuna tjera të Kosovës. Dhe në këtë mënyrë mund të themi edhe në tjetër se qytetarët e Kosovës ishin shumë të zgënjur, parashikojmë nëse marrim numrin e përqind e përgjithshëm të votuesve që kalon 2 milionë, në atë se sa ka ndalë rreth 700.000 veta që kanë ndalë në votim, rreth 39%, e kemi pra një zgënjim, sepse nuk kemi arritur as 50% të mobilizojmë qytetarët e Kosovës votuesve që të japin votën në nivelin e Kosovës. As më keq do të themi këtu, se në disa komuna të cilat kanë qenë shumë problematike në kuptimin e raporteve midis kombeve dhe komisive atje, sikurse ishte Klokoti, shqiptarët nuk arritën të mobilizojnë votuesjet shqiptarë të cilët ishin në Klokotet, të cilët ishin mbi 1.900.000 veta, arritën të mobilizojnë vetëm 400 veta, që do të thotë se kishin një lëshim apo një mospunë të theksuar në kuptimin e 1.600 të tjerë, sepse po që se do të arrinin të mobilizonin forca tjera, forca të tilla, edhe 1.600 votues, atë këtë rezultati do të ishte ndrysh në Klokot. Kështu ishte edhe në shtime ku nuk arritën po ashtu të bëjmë mobilizimin e numrit të madh të shqiptarëve, as më tepër kur kemi garuar disa parti politike shqiptare të ndara me njëra tjetrën, në përjashtim të veriut të Kosovës, ku në mënyrë të theksuar lista serbe, që ishte përkrahur nga Beogradi dhe kriminali i luftës Vučić, arritin një fitore bindse në 4 komune të tilla, po ashtu mund të themi në Graçanic, dhe në Shtinë, me fal kryesisht këtyre gabimeve të cilat i bën partitë politike shqiptare, sidomos në Kosovë, Jugorë, në komunat ku ishin komuniteti serb. Qartë, profesor, çfarë prodhon rezultati në veri të Kosovës?